Ju njerëz të bukur, si jeni sot, si po kaloni? Në Janineva, ditë e dytë, edhe sot shkuan një xhiro tek një vend që quhet Nisaki, që do me thënë një ishull i vogël, kështu e quajnë, edhe merr varkën që të shkosh aty. Edhe vajti me shoqen për ta vizituar, se është si shikoni është vend shumë i bukur, me shtëpi tradicionale, me gurë, më të shumtat, edhe rrugët janë po ashtu. E shikoni sa vend i bukur është. Ja edhe peshkatarët që po mbledhin peshqit. Më pëlqen shumë siç e shikoj, se dhe unë sado që ashtu që kam jetuar në Greqi nuk kam shkuar ndonjëherë. Shumë vend kështu tradicional i bukur. Edhe këtu vajten që të marrin edhe baklava, se e bëjnë në baklavan vetë. Edhe ja, shikoni, tha kjo gruaja aty që e bëjnë pak më tutje baklavan, u atregoj, edhe e shesin në të njëjtin vend, shumë bukur. Kuptohet që mori dhe Eva baklava, nuk mund t'i ktep dot pa një ëmbëlsirë. Edhe aty po ktheheshin pasë për të kthyer për në Janinë, për të ikur për në Florina. Një udhëtim shumë i bukur dua të them. Më pëlqeu nga videot që më dërgoi. Kush ka mundësinë, mund ta bëjë, se nga Gjirokastra jeni nash vetëm një orë. Edhe kjo ishte dita, t'ja kaloni bukur. Ciao!